Çfarë mendon publiku kur shiko dy personazhe të njohur që dalin veç e veç për t'u rrëfyer në publik për divorcin e tyre? Publiku shqiptar në 80% të votuesve në sondazhin tim mendojnë që po, VIP-at paguhen për të treguar historitë e tyre personale në publik. Ndërsa jo, pra VIP-at nuk mendojnë që marrin para, është vetëm 20% e publikut që mendon kështu. Pra pjesa më e madhe mendon se VIP-at shqiptar paguhen. Por çfarë thot ChatGPT? Zoti ynë i online-it në lidhje me këtë. Pagesa direkte, thot ChatGPT, për në disa emisione prime time, talk show me audiencë të lartë, si për shembull në kurthin e Peter Pan, e Diell, Më lër të flas, Zonë e lirë, personazhet publik mund të marrin një pagesë simbolike për të dhënë intervistë mbi tema personale si divorci, fejesa, ndarja e të tjerë. Madje ChatGPT ka edhe një shumë, pra, se sa mund të jenë paguar personazhe të ndryshëm të cilët kanë dalë në këto emisione. ChatGPT nuk citon një burim për të thënë se këtë informacion e kemi nga ky burim apo një tjetër. Por vazhdon rrëfimin dhe thotë se shuma që personazhet paguhen për të rrëfyer divorcin e tyre apo intimitete shkon nga 300 deri në 1000 euro. 300 euro deri në 1000 euro për figura të njohura, qofshin këto këngëtar, aktor, prezantues, opinionist apo ish-banor të Big Brother VIP. Ndërsa 1000 deri në 2000 euro shkon pagesa për rrëfime ekskluzive, shumë të komentuara. Për shembull, kur është një ndarje e madhe mes dy personazheve të mëdhenj, ose një deklaratë që del për herë të parë pas një skandali. Njëkohësisht, ChatGPT na tregon se ka dhe pagesa indirekte. Pra, personazhe shumë të njohur dalin dhe flasin publikisht për historinë e tyre, sepse intervista vërtet nuk paguhet me para, por shërben atyre si promocion personal për të lançuar një projekt artistik, sidomos një këngë, nëse është një film, nëse është një biznes i ri që personazhi i njohur ka ngritur, atëherë historia personale dhe tërheqja vëmendjes përkthehet në klikime për këngën, në shitje biletash për filmin dhe në vizita në dyqanin apo restorantin që personazhi i njohur do të hapi. Por njëkohësisht nga ana tjetër, në kohët moderne, shpeshherë këto histori të famshme VIP tregohen për të mbledhur ndjekës në rrjetet sociale apo për të rikthyer emrin në qendër të vëmendjes. Në këtë rast, televizioni vërtet përfiton audiencë, por edhe VIP-i nga ana tjetër përfiton një ekspozim publik që është një pagesë në thojza për jetën në showbizin shqiptar. Faleminderit dhe miru takofshim.